Lajmet më të reja për Kidën, Gjon Karicën, Stresin, DJ Dalull, Vik Popa e Dyton do të mund t'i diqni vetëm pas pak sekondash në rubrikën tonë të fundit për sonte të pathënat e kësaj jave. Se çfarë kanë bërë ata, i shohim tani. Fjala o pak, se tim vlen ma tepër. Fjala për ty so fjallë po o vepër. Prive.al të mërkurën ka zbuluar një bashkëpunim të reperit Dyton me Vik Popën. Këtë duet e ka konfirmuar edhe Artoni, i cili ka treguar që kjo këngë do trajtoj një temë të nxehtë. Kapi Lekt është emri i këtij projekti, teksti së cilës është shkruar nga të dy, ndërsa muzika është krijuar nga Dyton. Klipi i saj është realizuar nga Imagine. Para pak jave, Oridea ishte pjesë e emisionit Prive, ku tregoi se ka filluar punë për një projekt shumë ndryshe se zakonisht. Një këngë me shumë ritëm, por që do t'jetë më dark. Por që nga intervista ka ndryshuar shumë gjëra. Tashmë ajo ka përfunduar deri në detaj këngën dhe e ka gati. Shumë shpejt Kida fillon xhirimin e klipit, ndërsa pas një muaji do ta publikojë në kanalin e saj. Sa herë që e bojna nalë me dhezën nga njo. U bën muaj që nuk solli ndonjë këngë të re, por nuk ishte duke pushuar. Arkimed Lusha, i njohur në publik me emrin Stresi, ka qenë gjatë gjithë kohës në studion e Three Dots. Aty u punua kënga e tij më e re, Mos ma luni gocën, por nuk do të vi me videoklip, pasi ka zgjedhur një tjetër formë. Me datë 22 të këtij muaji, Stresi do të shfaqet në skenën e festivalit Kënga Magjike. Një ndër figurat më të dashurat e ekranit në Shqipëri, Bledi Strakosha u largua për një kohë nga televizioni, por edhe puna aktuale lidhet me dashurinë e tij ndaj ekranit. Strakosha ka hapur një kompani me të cilën është duke realizuar videoklipe. I pari spot i punuar nga ai është Unë e dua veç atë, të kënduar nga Hysni Zeqiri. Ky klip përmban skena të nxehta të këngëtarit me modelen që shfaqet aty. Give Us That Power është projekti i fundit që solli DJ Dalull me rockerin Andos, e tani ka gati një projekt të veçantë. Një ndër himnet e muzikës shqipe, Baresha, do të ketë një version të ri. DJ i njohur shqiptar ka vendosur që notat e saj t'i përkthejë në zhanrin EDM, së bashku me violinistin Vingonçi, MC Freaky Boy dhe producentin K-Master. Në vazhdim, mund ta dëgjoni një pjesë nga ky projekt. Gjon Karica, një nga këngëtarët që ka guxuar të trajtojë tema të nxehta në tregun muzikor shqiptar, ka vendosur të ndryshojë pak. Pas klipeve interesante dhe temave të patrajtuara më parë, Gjonin do ta shohim ndryshe këtë herë. 0815 bën emrin klipi i tij më i ri, punuar nga Tic Tac Video, ndërsa muzika e saj nga Anton Nua. Të dashur shikues, me kaq po e përmbyll edhe këtë edicion të Prives. Mirë po ju mos harroni, ne do shihemi sërish bashkë gjatë ditës së hënë, të marrë dhe të mërkurë me emisionin më të ri në Klan Kosova, Nin me Alaudin Hamitit. E unë juftoj të jeni pjesë jona edhe përmes kanalit tonë zyrtar në YouTube me emrin Prive Klan Kosova, gjithashtu keni edhe portalin prive.al për më të rejat e showbizit shqiptar. Natën e mirë dhe mirë mbeshje deri në takimin tonë të radhës.